الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Falendrimet, lavdrimet, në nështrimet dhe adhurimet tona më të sinqerta, në këtë ditë bekuar, në këtë ditë feste dhe gëzimi, në këtë ditë të shpërblimeve të mëdha të Allahu Gjalla Shanuhu, janë për Allahun e madhreshëm. Vetëm atë e falenderoj, i cili na krijoi në fizionomin më të përsosur, na udhëzoi në fen islame, e cila është e vetmja fe e pranuar tek Allahu Gjalla Shanuhu, dhe na bëri pjesëtar të ummetit më të mirë të nxjerrur në sipërfaqen e tokës. Atë e falenderojmë dhe nga ai ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona më të përzemërta janë për vullën e pejgamberisë, mëshirën e njerëzisë, më të dashurin e Allahut prej njerëzisë, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, fisnike, dhe mbi shokët e tij besnik dhe të sinqert, dhe mbi të gjithë ata të cilët me besnikëri, dashuri, sinqeritet e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fillimisht kisha më ju lut, afrohuni nërmje vete dhe pak, ecni edhe pak përpara, ngushtoni pak safat. Ka xhamat që janë duke nejtë në kam. Shikoni poshtë në podrum nëse ka vend edhe në katin tjetër, ju kështu lut që të ngjiteni lart. Podrumi është i lirë, prandaj ju kështu lut sa qëndroni një orë në kam, unoni edhe shkoni në podrum. Allah i shpërbleft gjithë. Të nderuar vëllezër besimtar, s'ka dyshim se asnjëri prej nesh nuk mundet me fsheh sot gëzimin. Asnjëri prej nesh sot nuk mundesh me fsheh atë ndjenjen e freskisë shpirtërore të cilën sot e përjetojmë në këto momente dhe në këto qaste kur të gjithë muslimanët e botës anë mban festojnë festën e madhe të Fitr Bajramit. Festojnë këtë fest e cila me plot kuptimin e fjalës është fest, për arsye se Allahu Gjalla Shanuhu na ka mundësu që të gëzohemi. Allahu Gjalla Shanuhu na ka mundësu që t'i gëzohemi fitoreve të mëdha të cilat i kemi fitu shpërblimet për to gjatë muajit madhreshëm të Ramazanit. Se Allahu Gjalla Shanuhu na ka mundësu që për një muaj të tërë t'i qëndrojmë besnik Allahu Gjalla Shanuhu. T'i qëndrojmë besnik urdhrit e Allahu Gjalla Shanuhu, kur në Kur'an na u drejtua dhe tha: Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O jo të cilët keni besu, ju është bërë juve obligim agjërimi, ashtu si që ishte obligim edhe për ata që ishin para jush, në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Prandaj, me të drejtë kemi që ne sot gëzohemi. I gëzohemi fisnikrimit të shpirtrave tonë. I gëzohemi afërsisë me njëri tjetrin. I gëzohemi
sinceritetit, kërkim faljes, të ubeve tonat sinqerta cilat i kemi bërë gjatë muajit madhreshëm të Ramazanit, dhe mbi të gjitha i gëzohemi shpresës se Allahu Gjalla Shanuhu sot në këtë ditë, kur krenohet me adhuruesit e tij, kur krenohet me ata të cilët kanë dalë me e falë namazin e Bajramit, pas një muaji adhurimit të plot, i gëzohemi shpresës se Allahu Gjalla Shanuhu na ka regjistruar në librin e faljes së tij, në librin e atyre që Allahu Gjalla Shanuhu i ka liru prej zjarrit të xhehenemit. Të nderuar vëllezër, ne ishim në muajin e madhreshëm të Ramazanit, muaj i cili na edukoi, na mësoi, na dha një kurs të mirë të edukimit fizik edhe shpirtëror. Prandaj, secili prej nesh duhet të ndalet edhe ta pyes vetveten e tij. Cilat janë ato mësime që ne kemi përfituar gjatë muajit madhreshëm të Ramazanit? I mençur është ai i cili Ramazanin nuk e llogarit dhe nuk e pret sikurse muajt e tjerë. I mençur është ai i cili nuk e lejon që Ramazani me i kalu e mos me përfitu prej tina. I mençur është ai i cili gjatë muajit madhreshëm të Ramazanit ka arrit me kuptu esencën e asaj se çfarë në vete përmban ky muaj i madhreshëm i Ramazanit. Prandaj, ky muaj kaloi. Secilit prej neve nuk i mbetet asgjë tjetër, veç se prej këtij muajit me marr atë çka ka vepruar dhe çka ka punu. Nëse ka vepruar mirë, duhet me e falendëru Allahun Gjalla Shanuhu, që ja ka mundësue me bo vepra të mira në Ramazan. Edhe ato vepra me ishtu edhe pas Ramazanit. Por, nëse fatkeqësisht ndokush ka qenë prej atyre që gjatë këtij muajit madhreshëm të Ramazanit ka bërë vepra jo të mira, edhe nuk e ka nderuar edhe nuk e ka respektuar këtë musafir të bekuar, këtë musafir madhështor, atëherë le t'i kthehet vetvetes së tij. Atëherë le ta kontrollon vetveten e tij dhe sa nuk është vonë, le të kthehet Allahu Gjalla Shanuhu. Çfarë përfituam prej Ramazanit? Çështja e parë për cilën ne duhet të kuptojmë se ajo që është dashur që të përfitojmë prej Ramazanit është vetë ajo esenca që Allahu Gjalla Shanuhu përmes saj na e ka obliguar agjërimin e Ramazanit. Cili është qëllimi që Allahu Gjalla Shanuhu na obligoi që një muaj të tërë qëndrojmë pa ushqim, pa pije, të largohemi prej kënaqësive të kësaj bote, të cilat jashtë Ramazanit i kemi të lejuar. Kurse në Ramazan na u ndalun. Cili është ky qëllim? Qëllimi është shumë fisnik. Devotshmëria karshi Allahu Gjalla Shanuhu. Është takvallëku. Ashtu sikur Allahu Gjalla Shanuhu e tha në ajetin të cilin e lexuam, ju është bërë obligim juve agjërimi, sikur që ka qenë obligim edhe për ata që ishin para jush, në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Sot, të gjithë ne kemi nevojë për devotshmëri. Sot, të gjithë ne kemi nevojë që të kuptojmë se çka është kjo devotshmëria. Pse me u bë të devotshëm? Devotshmëria
ka ardhur në shumë ajete në Kur'an në forma të ndryshme, që në gjuhën arabe quhet taqwallëk. E nëse kishim me përkthy devotshmërinë bukfal prej gjuhës arabe, ulemai kanë dhënë definicion, duke thonë devotshmëria apo takvalloku është që në mes teje edhe asaj që ti i friksohesh me e qit një perde, me e qit një pengesë. Talq ibn Habibi rahimahullah thot, takvallok është që ti të punosh në itatin e Allahu Gjalla Shanuhu, me dritën e Allahu Gjalla Shanuhu, duke shpresu shpërblimet për Allahu Gjalla Shanuhu. Dhe të largohesh prej gjunaheve, me dritën e Allahu Gjalla Shanuhu, me dije, duke u friksu ndëshkimit të Allahu Gjalla Shanuhu. Ubej ibn Kabi e ka pyet Omerin radiallahu anhu se çfarë është, realisht Omer radiallahu anhu e ka pyet Ubej ibn Kabin çfarë është devotshmëria, çka është takvalloku. Ubej ibn Kabi është përgjigje dhe i ka thonë, o prisi besimtarve, a ke hecë ndonjëherë në për një vend ku ka thera, i dafun? Ka thonë po. Ka thonë atëherë, qëfar ke vepru? Si ke hecë? Ka thonë, kam hecë duke u kujdes maksimalisht se ku pëvnoj kom. Nëse ky Omer radiallahu anhu po interesohet edhe po vetë për devotshmërinë, ky njeri cilin Allahu Gjalla Shanuhu e ka përgëzu me xhenet, ky njeri që Allahu Gjalla Shanuhu e ka bërë prej atyre të parëve që ka me hynë xhenet me pejgamberin alayhis salam, ky njeri cilin pejgamberi alayhis salam e ka përgëzu me shahidllëk, po pyet për devotshmërinë, atëherë çfarë është çështja jonë? Çfarë duhet dim ne? Edhe kemi pyet ndonjëherë vetveten tonë se si duhet bëhemi më të devotshëm. Devotshmëria është kulminacioni që robi e arrin me adhurim, duke u afru tek Allahu Gjalla Shanuhu. Devotshmëria është kulminacioni i afrimit tek Allahu Gjalla Shanuhu. Prandaj, kjo shkollë e Ramazanit fillimisht neve na mëson që ne të bëhemi të devotshëm. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu kur ka fol për çështjen e devotshmërisë, kur është pyet për devotshmërinë, ka thonë, devotshmëria është al-khawf min al-jalil, frika prej të madhrishmit, prej Allahu Gjalla Shanuhu. Wal amalu bit-tanzil, puna me atë çka ka ardhur prej Allahut, me shpallje. Wal qanaa bil qalil, edhe me kon i kënaqur, me kon i bindun, me kon razi me atë që Allahu Gjalla Shanuhu të ka qu me pak. Wal isti'dad li yawmir rahil, edhe me u bogati për ditën kur ki me udhëtu. Me udhëtu ku? Me udhëtu për ahiret inshallah. Kjo është devotshmëria. Me pas frikën Allahu Gjalla Shanuhu. E unë shpresoj se gjithë ata të cilët kanë agjeru duke pas frikë dhe respekt për Allahu Gjalla Shanuhu. Wal amalu bit-tanzil, edhe puna me atë që në ka ardhur prej Allahu Gjalla Shanuhu me shpallje. Edhe agjerusi pikrisht ka agjeru se Allahu Gjalla Shanuhu në Kur'an në ka urdhnu që ne të agjerojmë. Wal qanaa bil qalil, edhe shpresoj se edhe agjerust
Qoftë ata që kanë pas pasunit madhe ose ata që s'kan pas hiç, kur ka ardhur puna me boj iftar, kanë boj iftar me një hurme. Edhe besimtarin Ramazan e ka përgatit veten e tij edhe për udhëtimin drejt Allahu xhalla shanuhu. Prandaj kjo është mësimi i parë, cilën ne e marrim në muajin e madhreshëm të Ramazanit, e që është devotshmëria, e që është takvalloku. Prandaj, të nderuar vëllezër, nëse ky Ramazan nuk na i ka pastruar zemrat tona, edhe nëse ky Ramazan në zemrat tona nuk ka mbjell dashuri për Allahun xhalla shanuhu dhe për të dërguarin e tij, edhe nëse ky Ramazan nuk na ka bërë më të mirë se sa që kemi qenë para Ramazanit, nëse ky Ramazan nuk na ka mundësu që të fitojmë devotshmëri edhe të afrohemi më tepër tek Allahu xhalla shanuhu, atëherë në vetvetet tona kemi pas defekte. Secili prej neve duhet ndalet edhe ta pyes vetveten tonë, se çfarë është me mua. Ramazani është shkollë e durimit. Mësimin e dytë që e marrim na prej muajit madhreshëm të Ramazanit është sabri, është durimi. Për arsye se njeriu kur agjeron është më i durueshëm. Këtë na e ka mësuar pejgamberi alayhis salam se duhet bëhemi të tillë. Në hadithin kutsi, cilin e kemi cekë edhe gjatë Ramazanit, pejgamberi alayhis salam çfarë na ka mësuar? Na ka mësuar që të jemi durimtar. Edhe ka thonë, nëse ndokush për jush është agjerueshëm, edhe dikush e ofendon, e shon, apo edhe i bjen, e godet, le të thot, unë jam agjerueshëm. Unë jam agjerueshëm. Që ky agjerimi është ai i cili mu po më jep forcë mi përballu krejt kësaj çka ti po më thu. Ky agjerimi po më bën mu durimtar. Jo veç kjo, pejgamberi alayhi salatu wassalam agjerimin e ka bërë pjesë të asaj që besimtari duhet ta ketë në jetën e tij. Kur ka thonë pejgamberi alayhi salam trive, rinive, ka thonë, o ju tri, kush ka mundësi për juve me u martu, le të martohet. E kush nuk ka mundësi me u martu, atëherë le të agjeroj. Sepse agjerimi për të është në buroj. E kur njeri agjeron, bën sabër. Për atë arsye, ulemaja kur e kanë ndërlidh agjerimin edhe sabrin, kanë thonë, lidhshmëria në mes tyre është se në agjerim janë përmbledh 3 llojet e sabrit. Sabri në ibadete, sabri në adhurim, sabri në largim nga e keqja, në largim nga gjunahi, edhe sabri në fatkeqësi. Që të 3 këto janë ndërlidh ku? Në agjerim. Sabri në ibadet. A është let me agjeru në ditë nxehta? A është let me agjeru prej mëngjesit deri në mbrëmje, me u ndal për ushqimit edhe prej pijeve dhe prej kënaqësive të kësaj bote? Vallai nuk është lehtë. Mirë po, besimtari e ka një qëllim më të lartë. E din se ka një Zot i cili e ka urdhëruar me agjeru dhe për te bën sabër. Ndalohet edhe pengon vetveten e tij. Sabri në gjunahe. E cekëm edhe hadithin më herët. Pse i ka urdhëruar pejgamberi alayhis salam rinin me agjeru? Për arsye se agjerimi i largon prej gjunaheve. Agjerimi bëhet sebeb që me ul shikimin. Agjerimi e mbron nefsin e njeriut. Edhe e pengon
prej mëkateve eventuale që mundet me i vepru. Agjerimi në fatkeqësi, në sprova. Shpesher njeriu, për shkak të agjerimit, mundohet se të lodhet. Fizikisht dëmtohet pak, dobësohet, moliset, por gjithaj përballon me sabër, duke shpresu shpërblimin të Allahu xhalla xhala. Prandaj, agjerimi është pikërisht ai ibadeti më i ngushtë i lidhur me sabrin. E për atë arsye, Allahu xhalla xhanuhu kur ka folë për shpërblimin e agjerimit, edhe kur ka folë për shpërblimin e sabrit, shpërblimet për to i ka bo pa kufi. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Me të vërtet, ata të cilët bëjnë sabër, shpërblimi i tyre është i pa hesab, i pa kufishëm. Kurse për agjerim çka ka thënë? Wa sawmu li wa ana ajzi bih. Agjerimi është imi dhe unë shpërblej për te. Edhe për agjerim, pa kufi shpërblimet. Prandaj, mësimin e dytë që ne e marrëm prej këtij Ramazanit është se muslimani bëhet më i durueshëm. Muslimani duhet të edukoj vetveten e tij në sabër. Mësimi i tretë, cilin ne kemi mujt me përfitu prej Ramazanit, është se ky muaj i madhreshëm i Ramazanit na bën më bujar. Na bën neve më të mirë. Na bën më të afërm me farefisin ton. Më të afërm me njëri tjetri. Lidhshmëria jo në Ramazan është më e fortë se sa jashtë Ramazanit. Prandaj, në shumë i natyrshme se pejgamberi alayhi salam është shembulltyre jon. Është shembulltyre jon në çdo gjë, në çdo çështje. Ashtu siç ka thënë Allahu xhalla shanuhu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ju në të dërguarin e Allahut kishit shembullin më të mirë. E pikërisht në Ramazan pejgamberi alayhi salam na mëson se si duhet me kanë muslimani. Transmetohet prej Ibn Abbasit radiallahu anhuma, i cili thot se pejgamberi alayhi salam në Ramazan ka qenë njeriu më bujar. Ka qenë më bujar edhe atëherë kur vinte, apo shtonte bujarin e tij kur vinte Gjebraili alayhi salam dhe e takonte atë. E Gjebraili alayhi salam e takonte atë çdo natë Ramazanit. I mësonte Kur'anin. Kurse pejgamberi alayhi salatu wassalam gjatë asaj kohe ishte më bujar, me mirësi se sa era e cila fryn lehtë. Më i mirë, më bujar se sa era e lehtë. Pejgamberi alayhi salam njeriu më bujar. Qa ka pas me pas bujari pejgamberi alayhi salam? Kur pejgamberi alayhi salam në mesin e shokëve të vet ka qenë njeriu më i varfër. Mirë po, na e ka mësu bujarin pejgamberi alayhi salam. Këtë bujari na e ka mësue kur ka fol për madhështinë e muajit Ramazanit, kur ka fol për vlerën e muajit Ramazanit, për me nxit muslimanët në bujari, në solidaritet, edhe në afërsin, edhe në formimin e lidhjeve ndërmjet veti, çka ka thonë? Kush do që jep me bo iftar një agjerusi, qoft me një hurme, e ka shpërblimin ati që ka agjeru. Pa ju mungu për shpërblimit atina, as pak. Qoft edhe me një hurme. Jo mi dhon iftar ku me ditë sa shumë, po qoft edhe me një hurme, qoft edhe me një gotë ujë, qoft edhe me një gotë qumsht. Kanë zit pejgamberi alayhi salam në bujari në Ramazan. Këtë bujari ne kanë dëshmu në vepra sahabët e pejgamberit alayhi salam. Këtë bujari
ne kanë mësu ata cilët kur ka kërku Allahu dhe pejgamberi alayhi salam prej tyre diçka, nuk ju ka dhimbë asgjë prej asaj që Allahu xhalla shanu ka dhënë atyne. Qoftë pak ose shumë. Jo veç Ramazan, po edhe jashtë Ramazanit. Shikoni Omeri radiallahu anhu vjen një ditë te pejgamberi alayhi salam, edhe i bjen një pasuni të madhe dhe thotë ja Rasulullah, sot këtë pasuni thotë e kam lënë thënë rrugën e Allahut. Thotë çka i le familjes tonë Omer? Tha ja lash edhe një hise që kaq. Sa që kaq ja lash të shtëpia, e ka pru gjysën e pasunisë. Edhe vetë me vetë Omeri po thotë tash s'ka me ma kalu kërkush me atë që kam dhënë rrugën e Allahut. Tash kanë qenë bujar, kanë bu gara, kush po jep në rrugë të Allahut më shumë. Në moment vjen Ebu Bekr radiallahu anhu, edhe i qetë pasuni pejgamberit alayhis salam përpara, thotë ja Rasulullah, kjo pasuni është për Allahun edhe të dërguarin e Allahut. Thotë çka i le familjes tonë o Ebu Bekr? Çka i le në shtëpi? Tha i lash Allahun edhe pejgamberin e Allahut. Krejt pasurinë e ka pru edhe ka dhonë rrugën e Allahu xhalla shanuhu. Kjo është e që na mëson Ramazani. Kjo është e devotshmëria. Kjo është e që Aliu radiallahu anhu ka thonë, wal qana bil qalil. Me koni knaq me pak. Jo me shumë, me pak me koni knaq. Muslimani kur është i knaq me pak e arrin devotshmërinë edhe knaqësinë Allahu xhalla shanuhu. Kjo është mësimi që ne e Ramazan. Muslimani duhet me konë bujar. Elhamdulillah, këtë bujari edhe këtë solidaritet e kemi dëshmu edhe ne në praktikë këtë mujtë madrishëm të Ramazanit. E kanë dëshmu shumë vlezër tonë cilve Allahu xhalla shanuhu ka dhënë mundësinë me pas, duke u ndihmu nevojtarëve në këtë mujtë madrishëm të Ramazanit edhe duke u ndihmu për pregaditjen e festës së Bajramit. Gjithë ata cilët kanë dhënë, Allahu xhalla shanuhu i shpërbleft. Këtë bujari dhe këtë solidaritet po na mëson pejgamberi alayhis salam edhe në fund Ramazanit. Na ka obligu me një obligim në Ramazan që nuk e ka obligu jashtë Ramazanit. Aja është dhënia sadakatul fitrit. Ky sadakatul fitr i cili i jepet në fund muajit të Ramazanit, pikërisht dëshiron që t'i mëson besimtarët në bujari, në solidaritet, në afërsi me njëri tjetrin. E urtësia e dhënies së sadakatul fitrit është ndihma nevojtarëve. A nuk është bujari dhe solidaritet? A nuk është Islami fe e cila na mëson që na të jemi bujarë dhe solidar? Pa tjetër se po. Pastrim për agjerimin. Thamë se agjerimin na bën devotshëm. Mirë po, edhe pse mundohemi me u bë të devotshëm, pa tjetër se kemi me bë lëshime, pa tjetër se kemi me bë gabime gjatë muajit madhreshëm të Ramazanit. E Allahu xhalla shanuhu me rahmetin e tij, po don me na pastru këtë agjerim. Po don me na pastru edhe më tepër, tu e dhon një pjesë të vogël të pasunisë tonë për Allahun xhalla shanuhu në fund të këtij muajit madhreshëm të Ramazanit. E kur ne bëhemi falendërues ndaj Allahu xhalla shanuhu, bëhemi falendërues ndaj Allahu xhalla shanuhu kur ne atë çka na urdhon Allahu edhe çka na urdhon pejgamberi alayhis salam e realizojmë në praktikë. Prandaj sadakatul fitri ka qëllim ndihmën e nevojtarit, pastrimin e agjerimit apo pastrimin e agjerusit prej fjalëve dhe veprave jo të mira, jo të hijshme të cilat kanë mujt me ndodh gjatë muajit madhreshëm të Ramazanit, edhe falënderim ndaj Allahu xhalla shanuhu. Kjo është shkolla e Ramazanit. Kështu Ramazani neve na mëson që ne të jemi bujar. Kështu Ramazani na mëson që ne jemi solidar me njëri tjetrin, të jemi të afërt me njëri tjetrin, të jemi prej atyre të cilët këtë muaj të madhreshëm të Ramazanit nuk bëhemi egoist. Në këtë muaj të madhreshëm të Ramazanit nuk mundohemi që me pas veç për vete, po mundohemi që me u dhanë edhe të tjerë. Prandaj, kjo është mësimi i tretë, cilën ne e marrëm prej
mujt madrishëm të Ramazanit. E që edhe devotshmërinë, edhe sabrin, edhe bujarin, muslimani nuk duhet me imbyll mrena mujt Ramazanit. Por muslimani duhet që këto t'i ketë t'i pare tia edhe pas Ramazanit. Atë çka e kemi fitu në Ramazan, nuk duhet me e hub mas Ramazanit. Atë çka e kemi bo në Ramazan, nuk duhet me e lanë veç në Ramazan, po duhet ajo me na përcjell neve gjatë gjithë jetës tonë. Mësimi i katërt, cilin ne e marrim prej këtij muaji të madhreshëm të Ramazanit, është se ky muaj është muaji i Kur'anit. Ramazani është muaji i Kur'anit. Është muaji në cilin ka fillu me zbrit Kur'ani. Muaj në cilin ka fillu zbritja e tina. Thot Allahu Gjalla Shanuhu, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaji i Ramazanit është muaji në cilin ka zbrit Kur'ani. Kurse masaktësisht kur ka fillu me zbrit Kur'ani, ka fillu në një natë, cilin Allah e ka bërë ma me vlerë se 1000 muaj. Aja është nata e Kadrit. E që na shpresojmë që Allahu Gjallashanu të na ketë mundësu që ta kem qëllu këtë natë me adhurim sinqert. E që Allahu Gjallashanu të na ketë ba për atyne cilve u a ka pranu ibadetet e tyne, të na ketë mshiru edhe të na ketë falë në këtë natë. Inna anzalnahu fi lejletil qadr. Thot Allahu Gjallashanu, ne e kemi zbrit Kur'anin në natën e Kadrit. Çfarë na jep me kuptu neve që ky muaj Ramazanit qenë ka muaj i Kur'anit? Mirë, pas ka zbrit Kur'ani, e çka tash? Kjo neve na jep me mësu, me kuptu se muslimani këtë Kur'an, të cilin Allahu Gjallashanuhu e ka zbrit. E ka zbrit që na me e lexu edhe me punu me te. Në Ramazan, besimtarët angazhohen edhe shtojnë leximin e tyne më tepër në Kur'an. Ata cilë din arabisht, elhamdulillah, e lexojnë direkt, drejt për së drejti, fjalën e Allahu Gjallashanu ashtu si që ka zbrit. Komunikojnë me Allahu Gjallashanu ashtu si që ka komuniku Allahu Gjallashanu me dërguar në ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Por ata cilët nuk e din arabisht, nuk din me lexu Kur'anin arabisht, nuk janë të privum prej mundësisë të përfitimit shpërblimeve të leximit të Kur'anit. Për arsye se na është dhënë mundësia sot që po thuja në gjitha gjuhët e botës Kur'ani i përkthyer. Edhe në gjuhën tonë shqipe, elhamdulillah, është përkthyer. Edhe mendoj se s'ka familje që nuk e ka Kur'anin në shtëpi. Mirë po, ky muaj duhet me na mësu një gjë, që atë Kur'an jo me e marë me bo stoli, me fut me një raft edhe me nëzon pluhni. Jo atë Kur'an me marë edhe me qitë në përkere, me në mbrojt për të këqijave. Jo atë Kur'an me marë edhe në ualidh në qafë fmive ose të mdhajve, valla se po tutën. Po ky Ramazan duhet me në mësu neve se ky Kur'an i cili ka zbrit këtë muj, është ashtu si që ka thonë Allahu Gjallashanuhu, huden linnas, udhëzim, është udhëzues për njerëzit, wa bayyinatin min al-huda wal furqan, sqarus i atij udhëzimit edhe dallus i të vërtetës prej të pavërtetës. Prandaj këtë Kur'an, cilin e kemi lexuar në Ramazan, e që jemi kontë përkushtuar leximin e tij, që jemi mundu me kuptu atë çka ka thonë Allahu Gjallashanuhu në te, duhet të vazhdojmë edhe pas Ramazanit. Muslimani duhet të vazhdojmë me leximin e Kur'anit edhe pas Ramazanit. Muslimani duhet çdo ditë të shfletoj librin e Allahu Gjallashanuhu edhe të mësoj prej librit e Allahu Gjallashanuhu. Allahu Gjallashanuhu për këtë Kur'an, çfarë na ka thonë? Thot, wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi la. Na Muhammedin duke kemi mësu poezi, edhe s'ka nevojë me mësu ati poezi. In huwa illa dhikrun wa Qur'anun mubin. Pa e që i karë Muhammedit a.s. është përkujtus. Edhe Kur'an i qartë. Pse është Kur'an i qartë?
liyundhira man kana hayyan, mi ja tërheq vërejtjen atyre të cilët janë gjallë. Prandaj Kurani është ai i cili na tërheq vërejtjen. S'na lën me gabu, ai i cili na mëson vazhdimisht se si duhet me vepru, çka duhet me vepru e çka nuk duhet me vepru. Prandaj nëse në Ramazan e kemi lexuar Kur'anin, jemi mundu me kuptu atë, atë duhet vazhdojmë edhe pas mujt Ramazanit. Të mos ndalemi se lexuari fjalën e Allahu xhalla shanuhu. Të mos ndalemi se lexuari fjalën e Allahu xhalla shanuhu. Sepse me leximin e fjalës së Allahu xhalla shanuhu ne nuk i kemi bën derë askujt, por i kemi bën derë vetvetes tonë. E kemi mësuar vetveten tonë, edhe kemi aftësuar vetveten tonë që të bëjmë vepra të mira, të angazhohemi me vepra të mira edhe me të sinqerta. Edhe për fund, edhe pse ka shumë mësime, por koha është afru, edhe nuk dëshiroj që të marr më tepër prej kohës juaj, por do të vazhdojmë derisa të vijë koha për faljen e namazit. Mësimi i pestë, cilin ne e mësojmë në këtë muj të madhreshëm të Ramazanit, është se ky muj Ramazanit është muj i pendimit. Ky muj Ramazanit është muaj i kërkimit faljes nga Allahu xhalla shanuhu. Ky muj i madhreshëm i Ramazanit na ka mësuar neve se muslimani duhet mi hiq do veset këqija cilat i ka pas jashtë Ramazanit. Prandaj, të nderuar vëllezër, po e ceki vetë sa për një ilustrim. Më herën qytetin e Mitrovicës ka qenë një traditë. Njerëzit kanë pi alkohol, kanë bërë vepra të këqija, mirë po një muaj apo 40 ditë në të zhargonin e tyne, para se me ardhë Ramazani, i kanë ndalu ato rreptësisht, zbon se po vjen Ramazani. E kanë përgatit vetën e vetë që me hynë Ramazan të pastër. Po edhe mas Ramazanit, një muaj 40 ditë, janë largu për aty në zbon se kemi agjeru. Një respekt i mirë. Mirë po, a është i mjaftushëm. A është i mjaftushëm kjo respekt? Jo valla. Jo valla. Por, apet ka qenë një respekt. Kurse sot fatkeqësia është më e madhe se hiç po respektoj. Ata cilët nuk dojnë me agjenu Ramazanin, edhe në Ramazan po i grahin, me alkohol, me veset këqija, me punë të këqija, edhe mas Ramazanit, tash ne kanë bën modë edhe një punë tjetër. Si kemi fest Bajramit, hyjim në për restorane, në për hotele, në për kafe, po e festojmë Bajramin me çka? Me alkohol, me raki. More, dje kem në Ramazan, dje u pastrum, dje falem namaz, agjerum, lexum të Kur'an, tash çka u bë kjo punë kështu. Të nderuar vëllezër, muji i Ramazanit është muji i tobës, muji i kërkim faljes. Prandaj, secili prej neve, ashtu siç ka thënë pejgamberi alayhis salam, kullu ibn Adam khata. Çdo njeri është gjunahçar. Çdo njeri është mëkatar. S'ka njeri i cili nuk bën gjunahe. Mirë po, për këtyne gjunahqarve ka të mirë dhe të këqi. E gjunahqari më i mirë, ka thonë pejgamberi alayhis salam, është ai i cili kthehet edhe pendohet te Allahu xhalla shanuhu. Muji i Ramazanit është rasti më adekuat, më ideal që muslimani më ju kthy vetvetes vet. Është rasti më i përshtatshëm që njeriu me e përgatit veten e tij. Valla bre hoq, para Ramazanit s'po muj milion bre do veset këqija, s'po muj milion duhonin, që për marrë si shembull dhe të më falin duhen gjitë. Ja se s'po muj milion rakin, po mirë në Ramazan apo e len? Po valla bre hoq, në Ramazan po e len. E qysh po e len në Ramazan? Valla e pe lidhi nyje me Zotin. Po ashtu si që ke lidhë në Ramazan nyje me Zotin, lidhem nyje edhe mas Ramazanit. Pendohu sinqerisht tek Allahu xhalla shanuhu. Pendohu se Allahu xhalla shanuhu fal çdo gjuna të madhe dhe të vogël.
Pendohu edhe kthehu tek Allahu xhalla shanuhu, se Allahu xhalla shanuhu ta ka dhënë këtë Ramazan, muj ku ti ka lecu rrugë ty që ti me u pendu. Kush është ai i cili s'po na lën me lidh nyje para Ramazanit? Është shejtani. Allahu xhalla shanuhu pikrisht atë shejtan na e ka lidh në Ramazan. S'po e lejon me depërtu të ne dhe me ndiku të ne ashtu që ndikon jashtë Ramazanit. Prandaj shfrytëzojeni Ramazanin. E kemi kalu Ramazanin, shpresoj ta kem shfrytëzu. Edhe të jemi pendu te Allahu xhalla shanuhu. Kur njëherë muslimani nuk duhet me hub shpresën prej faljes të Allahu xhalla shanuhu. Pa marrë parasysh madhësinë e mëkatit. Pa marrë parasysh madhësinë edhe numrin e madh të mëkateve, të gjunaheve të cilat i kemi bërë dhe vazhdojmë t'i bëjmë. Shpresën prej Allahut nuk duhet me hub. Allahu xhalla shanuhu po na thret dhe po thot: Ja juhen nas, tubu ila Allahi jami'an, la'allakum tuflihun. O ju njerëz, të gjithë ju pendohuni tek Allahu nëse doni me kanë të shpëtuar. Nëse dëshironi të shpëtoni, pendohuni tek Allahu xhalla shanuhu. Shpesh i njerëzit u thonë, valla bre hoxhun ku bësh shumë gjunohe bre. Kam bësh shumë gjunohe. S'po di çka më bë. Kthehu te Allahu xhalla shanuhu. La taqnatu min rahmatillah. Mos e hupni shpresën prej mëshirës të Allahut. Mos e hupni shpresën prej mëshirës të Allahut. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Thot Allahu xhalla shanuhu, Allahu i fal të gjitha gjunohat. S'ka gjuna të madhe dhe të vogël që Allahu xhalla shanuhu nuk e fal, por dëshiron që robi me u kthy te Allahu xhalla shanuhu. Dëshiron që robi me u pendu te Allahu xhalla shanuhu. Pejgamberi alayhis salam çfarë thot? Thot pejgamberi alayhis salam: Ja ibn Adam, ma da'awtani wa rajawtani, ghafartu laka wa la ubali. O biri Ademit, derisa ti të më lutësh mua dhe shpreson që unë e ty me të fal, ka me të fal, edhe nuk mërzitna për gjunohet se sa janë ato. O biri Ademit, sikur gjunohet e tua kishin me mri kupën e qiellit, ka me të fal, sikur gjunohet tua të mrin kupën e qiellit, kurse ti vjen më takon duke mos më bësh shirk mu, ka me të fal edhe nuk mërzitna. O biri Ademit, sikur ti vjen para meje, me kodra sa, me gjunohe sa kodrat, kurse ti vazhdon që të më kërkosh falje dhe të pendosh tek unë vazhdimsi, unë ka me të ardhur ty me po aq shumë falje. Prandaj, të nderuar vëllezër, muslimani në Ramazan e ka shfrytzu kohën me u pendu, me kërku falje te Allahu xhalla shanuhu. Prandaj, këtë pendim edhe këtë kërkim falje nuk duhet me ndalu veç Ramazan, po duhet ta vazhdojmë edhe pas Ramazanit. Pejgamberi alayhis salam ishte shembulltyra jon. Shokët e pejgamberit alayhis salam kanë transmetuar se i kemi numëruar pejgamberit alayhis salam në një tubim deri 100 herë duke thonë: O Allah falem, duke kërku falje, duke bëj istikfar te Allahu xhalla shanu. Koha veç është afru, do të përfundohemi me kaq, duke lutë Allahun e madhreshëm që të na ketë bërë për atyre të cilët na i ka pastruar zemrat tona, na ka fisnikruar shpirtrat tona, na ka bërë të devotshëm, na ka mësu me këto mësime dhe me këto edukata të cilat na i ka dhënë Ramazani, me qenë të durueshëm, me qenë solidar, bujar ndërmjet vetit, me qenë prej atyre të cilët në vazhdimsi janë në adhurim, duke lexuar Kur'an, duke fal namaz, duke kërku falje te Allahu xhalla shanuhu për çdo vepër tonë që ne kemi bë, qoftë e madhe ose e vogël. E muslimani nuk duhet ndalet në Ramazan. Allahu xhalla shanuhu na porosit dhe thot: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adhuro Zotin tënd derisa të vijë ajo që s'ka dyshim të, ajo është vdekja. Allahu xhalla shanuhu na mundsoft që të jemi për aty në cilët na ka regjistruar librin e robërve të tij të sinqert, na ketë mëshiruar, na ketë fal gjunohet tona, gjunohet e prindërve tonë, të gjalla po të vdekur, dhe lutim Allahun xhalla shanuhu që na ketë mundsuar që të jemi për atyre që në fund këtë muajit Ramazanit, në këtë ditë bekuar të Bajramit, Allahu xhalla shanuhu na ketë liru neve, familjarët tonë, vëllezërit dhe motrat tona, kudo qofshin në botë, prej zjarrit të xhenemit. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.